Assalamu alaikum, rahmetullahi ve berekatuh, përshëndetje të nderuar miq të radio televizionit Iliria, mirë se takojmë edhe sonte në emisionin e Rregullt Javor, rruga e ndriçuar me profesor doktor Shefqet Krasniqi. Do të jemi së bashku për një orë të plot, live apo drejt për së drejti në RTI, po ashtu edhe në faqen zyrtare të hoxhës doktor Shefqet Krasniqi. Assalamu alaikum, mirë se erdha. Aleikum assalam wa rahmetullahi wa barakatuh. Në 046-220022 mund të bëni pjesë e këtij emisioni, qoftë pyetje me SMS apo edhe duke telefonuar dhe duke bërë pjesë e këtij emisioni përmes linjës direkte. Hoxh, vazhdimisht kemi pyetje të shumta se zakonisht që vijnë gjatë edhe kohës së emisionit, por edhe gjatë tërë javës. Edhe pse tashmë kemi aplikacionin e juaj për doktor Shefqet Krasniqi për t'ia lësuar shikuesve dhe xhamatit, por prapë njerëzit dëshirojnë të marrin përgjigje më konkrete, më direkte. Thot pyetja e parë, unë jam një muslimane, mirë po motra ime më është bërë krishtere, edhe fëmijët e saj i ka kthy e unë e kam shkëput gjithë raportin me të. Mirë po, nëna ime falet dhe mirë po mua po më mallkon për shkak që i kam shkëput raportet me motrën e cila është bërë krishtere. Këtë rast kush ka faj, unë apo nëna ime? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahun e madhruar e falenderojmë, salavat dhe selam pejgamberit të bekuar i dërgojmë, familjes e tij të nderuar, të respektuar, shokët e tij shumë të dashur, të respektuar, dhe të gjithë atyre të cilët kanë ndjekur dhe kanë pasuar rrugën atij burrë të madh derisa të kësaj dite, dhe ata të cilët vinë pas nesh deri në kiamet. Pastaj Allahu na ruajt prej sprovave në fe, prej fitneve në fe. Këtë e ka paralajmëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam para gati 15 shekush, se do gjeni zaman, një kohë, ku ndodh që robi të gdhihet, të zgjohet musliman dhe mbrana ditës e ndron fen dhe kur nxan akşami e nxan jo besimtar kafir. Dhe në të kundërtën ndodh që besimtari njeriu të nxan terre, mbrëmja, musliman gjatë natës e ndron fen dhe zgjohet si musliman. E shet dinin për interes të shkurtë të dunjas. E shet dinin për një interes të shkurtë të dunjas. Kjo është ajo që ndodh të këta shqiptarët e tonë, shumica dërmuese tyne. Po edhe popujt e tjerë natyrisht. Dhe kjo ndodh për faktin se nuk e njohin fen islame, për faktin se kur s'kanë qenë musliman tamam, për faktin se kur nuk e kanë shiju për asnjë moment ëmbëlsiren e këtij imani, e këtij islami, madhështinë e kësaj feje. Përndryshe, ai i cili është musliman hakikat, ai i cili ka sado pak iman në zemrën e tina, ai i cili e ka shijue ngrohtësinë, ëmbëlsiren e kësaj feje, kur e përjet deri në kiamet nuk e ndron fen. Pastaj ata të cilët e ndrojnë fen islame janë pak, shumë pak. Zotën nuk ka fe ideologji në botë që njerëzit dalin më pak prej saj pasi që të hynë te sasa prej islamit. Merr fe të tjera cilën dush merr fe të tjera. Dhe shef se si njerëzit me kallabllak të madh, me mas të madhe, masovikisht dalin prej fesë të tyre dhe hynë zakonisht në fenë islame. Apo ndonjë fe tjetër, jo domosdoshmërisht në islam, por shumicën në fenë islame. Nga ana tjetër, ata të cilët e ndrojnë fenë përpas asaj që thash më herët, se s'kanë qenë kur besimtar të vërtet, hakikat, që është të populli, ata apo atyre, Allahu ka përgatitur paraprakisht vendin në xhehenem. Allahu e ka ditur se ata kanë me ndru fen dhe kanë me vdekë si musliman. Kjo është me shumë argumente. Të brandëm një rast, në kohën e pejgamberit, alayhi salatu wassalam, u përmend një burr.
trim, luftëtar. Përmend për mirë. Pejgamberi alayhi salatu wassalam pasi ndëgjoj çfarë po thonë shokët e tina, tha ai është në xhehenem. Këta po shikojnë njëri tjetrin. Që në xhehenem, po i morë mirë, po lufton, po marr pjesë luftra. E luftra marr pjesë burrat e mirë. Burrat e mirë, zakonisht, shumicën e rasteve. Por nuk than asgjë. Njëri për aty që ishin prezent, tha vallahi, ju zëtua, se do të përcjellë atë, nuk më lanë hapa përcjellë, që ka bënaj. Sepse pejgamberi nuk flet alayhi salam me hamendje, por flet në shpallur për Zotit, ka diçka këtu. Do Zoti, edhe kjo e vazhgan, ndodh betejë, një betejë. Edhe ai se zakonisht lufton kundër dëshmanëve. Bashkë me muslimanët e tjerë, me shokët e tina. Ndërkohë që ai lëndohet, plagoset. Dhe kapën dhimbje. Nuk mund e dëron dhimbjen e plagëve, e kap shpatën, e kthen me teh pe barkut, pe gjoksit vet, ata farë që thënë këta dorëzën në tokë, po shpatës, edhe me gjaks në zemër ngullet në te, edhe mbyt vetën. Ai i cili e përcolli vëzhgoj, tha dëshmoj se pejgamberi është hak, alayhi salatu wassalam. Subhanallah. Pra të Zoti, të njerëz ka qenë bërë mirë, të Zoti nuk ka qenë. Ka qenë xhehenem liv. Ose haditha më e qartë se kjo. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë, ndodh që dikush punon me amele të xhenetit, derisa nuk mbetet mes tij dhe mes xhenetit pas një plan. Fesbiquhu al-kitab, feyamalu bi'amali ahli an-nar, feyadkhulu an-nar, dhe i paraprin kaderit caktimi Allahut. Kthehet, të shon fen, punon punë të kufrit, të shirkut, del pe feje, e nxan deka. A nuk e di që dekën e ka dhe pak kohë, e nxan deka është në xhehenem. Dhe kundër ta, ka njëri i cili punon punë xhehenemit, derisa nuk mbetet mes tij dhe mes xhehenemit sa një plan, fesbiquhu al-kitab, feyamalu bi'amali al-janna, feyadkhulu al-janna, e paraprin kaderi, caktimi Allahut, sepse është caktuar me qenë për xhenet live, punon punë të mira, anë pse deri tani ka punon punë të këqija, punon punë të mira, përdohet te Allahu azza wa jall, dhe nxan deka, dhe futet në xhenet. Kështu që sa të dush kem argumente, të cilat runa Zot, të cilat tregojnë se fundi janë të përgatitur, ata që janë të krijuar për xhehenem, kanë më shkuar në xhehenem. Allahu na ruaj për xhehenemit. Tani në raportet tona, apo pyetja në fjalë motra, thotë ka mirë apo ona pa nane, e tek i mirë. E tek i mirë. Nana nuk ka drejt me ne. Nana nuk ka të drejt me ne. Ne, ndaj njerëz të cilët ndrojnë fejt, nuk do të thotë mos sjell keq e vrash ndaj tyne. Jo, mërja, s'krim punë vrajësi atë është edukate jonja jo. Por, me mu punë pas që të ke din kiamet. Dhe këti rinë kiamet. Dhe kur, as keme s'këna me pamu. Sepse ata shkojnë ndajnë, shkojnë këndej. Fënë morru. Fënë morru. Tamam. Për në ryshat të keqe nuk ja dojmë kërkujt, nuk ja bojnë as kujt. Nuk ja obligojmë njerëzit, nuk i detyrojmë njerëzit, nuk ka dhunë në feje, i tolerojmë të tjerët. Por, për një kafshat buk, për një interes, për një burr, për një grua në rrove fen, për burra në rrove fen, për pastë në rrove fen, që ka që vlerë kitja, që ka që burrni kitja,
që që ka plot besimtare, motra besimtare, të cilat kanë bërë gabim shumë të madh, që kanë marrë burrat jo musliman. Apo? Amo fen e majnë. Apo? Sa të dush ka, nuk e ndrojnë fen. Majnë Ramazan, majnë Bajram, ndoshta ndoher falja, ndo pak, herë pas herë kom fjallën. Tash rregullisht nuk e di, natyrisht, por deklarohen sa të dush ka motra të tilla. Disa prej tyre kam biseduar me to, madje njëra më tha se ne fali 5 vaktet. Dhe ishte ma liu martonëm doket me italian. Gjithë datë kohës kër ishte unë miko, këtu unë miko, herët vitet e para, tjetra s'diqka, tjetra më s'dikane. Ta shtesha, pse se bërë musliman, tha unë e di se kam në regull. E di, për shpese që të bëhet musliman. Po, këti dinte. Por, unë e hoqë fejnë, nuk e lëshaj për jetë. Që shumë rëndësishme. Që shumë rëndësishme, shef, me gjithë se jetën familje tyne ndoshta. Ndoshta jeton familje tyne. Por fejnë nuk e ndërën. Për jetë nuk e ndërën. Ja Maria, se ndërën fejnë ajo. Harrajat mundin kiamet. Ndërsa tjetra, veç me hi burit në qef, ose me hi gruse në qef, ose me hi bostrat i gazës në qef, ose me adhan një pas dikon, ose dikun e me adhan një vizë, ose diçka këta di unë atjem pak ma herët ma kur pa pas vizë. E shkan pak zëtë në rafejnë, me marrë një pagë që atë, me marrë diçka. Ka ali kështimat malë se kjo, dhe me thonë fejat e ti, që ka që, ashërsh, ati hadithi me herët, e je biu dinehu bi aradin minet dunja. Pjesë e hadith thash qohet saba, musliman në rënfejnë, në fund, dhe shet fejnë, e shet. Me një interes vogël të dunjas. Shtrajtë feja. Feja është shtrajtë. Nuk ka ma të shtrajtë. Nuk ka ma të shtrajtë. Nuk ka ma të shtrajtë. Për ata feja, është çmuar, është vlerësuar. Vlera më e madhe njerëzore në tokë të Zotit, prej kohës Ademit alayhi salam, deri sot, kur i ka kaplu njerëzit interesi madhe të dunjas, dhe kanë lanë fejnë, kanë lanë kumbin, kanë lanë vatanën, kanë lanë derën, moralin, traditën, i kanë lanë këtë dështor mas pasënije bëjë gjithçka. Tash pasënija e ka mu çdo gjëje, por kjo nuk ka për fillimit të dunjas. Tamam? Nuk është për fillimit të dunjas. Ka pas gjithmonë njerëz që kanë dash pasëni së tepërmi dhe kanë bëjë çdo gjë pasëni. Por vlera kryesore njerëzve të këti gjithë popujt, shikoj historinë, qërë që thotë Korani edhe rrëfen historinë, për kohës e Nuhit a.s. Edhe të Ademit, por të Nuhit më në detaje, e që bje për fillimit të dynjas gati. Shikoj historinë e shef, se sa është të çmuar feja, dhe se çfarë ka ndodhur, këtë çka feje. E që tep me kuptu qartë, se vlera, apo gjësende, cilësia, tipare, thuj që ka të dush, më i madh njerëzor ka qenë feja. Dhe ajo vazhdon të jetë një numër jo i vogël i njerëzve. Dhe do të vazhdoj të jetë deri në kiamet, me gjithë sprovat të mëdha, ndryshimet të mëdha, politike, ekonomike, geostrategjike, dhe çka të dush thuj, sociale të tjera, njerëzit do të vazhdojnë një numër jo i vogël i tyne, ta çmojnë fenë, jo vetëm nga ana jonë si musliman, një gjithsesi dhe në të partë, por edhe fe të tjera, sepse fe njerëzit e çmojnë fort. Kështu që Allah e drejtoft dhe zoft, ja Rabbel Alamin, kaq. Kalojmë tek në fakt inkontrojmë telefonatën e parë për sonte. Selam aleikum, përshëndetje. Selam aleikum. Aleikum selam. Përshëndes, edhe pata një pyetje për hoxhan, Në lidhur me leximin e Kuranit arabisht. Mundohemi sado pak të një hatme në mujt, po theksi Kuranit është jo veç me lexu, po edhe me kuptu e me praktiku, e ka herë shkaku i kohës, po më duket adin se shqip ma pak po lexoj, jo rregullisht për shembull ditje një gjus, me lexu edhe shqip, po veç arabisht po shkojna ma shumë. E diqysh pak pe kom këdrohe nëse ma shumë përshkojna në sasi se sa në cilësi.
Edhe një pyetje tjetër se më kujtu, lidhur me veshjen, se në Ramazan jam mbulu. Ka herë, kur t'i shoh për shembull tjerë, nuk më duket shumë në rregull pantolla e sende, e te kjo pikë mami pak më bë presion, ose jo presion, po më kritikon. Në fakt, te kjo pikë fort nuk kom qef me vesh pantolla, kom qef ta mon fustan ose diçka. Që kjo dhe shta me pyet, a është në rregull nëse veshin gjatë po pantolla? Ju faleminderit për telefonatën. Selamu alaikum. Aleikum selam. Allahu të rujt e mëtër. Elhamdulillah që Allahu të ka udhëzu të galletësu mbulesën, mësimin e Koranit. Kjo është pasunia më e madhe. Nuk ka pasuri më të madhe për një robënesh të Zotit, për një rob të Zotit, sa sa me kry farzët e Zotit, sa sa nuri dhe drita qellore. Nuk ka. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Çka mendojnë njerëzit? Çka mendojnë njerëzit? Çka mendojnë njerëzit? Ha mendojnë njerëzit se janë krijuar të bëjnë çfarë të duan ata? Simbas tekave të tyre, kojtave të tyre, epsheve të tyre, të vlerësojnë gjëra se kjo është e mirë dhe kjo e keqe. Pavarësisht a pajtojnë të tjerë, a nuk pajtojnë, pavarësisht a ka mirë se ka, këti i duket mirë dhe i gra. Mendojnë njerëzit kështu. Mendojnë njerëzit, ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Mendojnë njerëz se janë kriju shkallë shka. Mendojnë njerëz se Allah nuk e spravon këta me punë të halit, me punë të sherrët, liga, me të mira, me farze, me vajibe, me harame, Mendojnë njerëzit se nuk kanë për të llogaritur për çdo fjalë dhe vepër çfarë kanë bërë. Mendojnë njerëzit se kanë me jetu gjithmonë në dynja. Mendojnë njerëz se pleshnia e vdekja nuk ju vije. E shef se çfarë ngafleti ignorance e pakujdesie që ndrojnë njerëzit. Andaj dhimen shumë njerëzit. Dhimen sepse ti shef me sytë tu të ballit, po edhe sytë e zemrës e të mendjes, e të shpirtës se këta njerëz, po qëse, i zani vdekja në këtë gjendje, këta vetë gjehnemi për atë. E gjehnemi e gjehnem. O është gjehnem, o është zjarë, o është vuajtje, e përheshme, e padurushme, po s'ka këtë jama në rrupi. Për ata gjehnem litë pas një kohët gjatë, ankesa, shandeken dhe i thënë se va unë alejna, asabërna, emgjezena. Njëjtë e bo për neve, bënëm sabër njëjtë. S'pëna vetë kërkosh. Gjehnem litë thonë. Pas një kohë, sepse ata halemojnë një mëdë, mas e të futën gjehnem. Halemojnë një mëdë. Që mas përshën Zotë rahmetën ta, mas për i nëzirë. Herë mojnë një mëdë, mas dikosh për i miqve, dashamirve tyne, që i kanë joftë këtë dynja që janë gjenet. Po është ndërmjetësen për bënë shafat. Herë shpresojnë që mas në kuptimi figurativ, po e shtinë gjënah Zotin. Herë i thënë rojes kërësore të gjehenemit, malikut. Thuj Zotit, në bënë një qare, jo të në mytë krejt, në më rëshpirtat, jo, në bënë një qare, se s'mojmë në dëru. La ilaha illallah. Allahu në ruajt. Andaj atë që ka vëzu Allahu, se kur se këtë botër është. E ka ndëruar, e ka ndëruar, e ka ndëruar, e ka ndëruar shumë. Tani, punë e Koranit e botër, po thu se kur se ma shumë po fokusohemi në sasi sa në cilësi. Që ti atë që jetë të vepruar jetë tamam. Me mujtë mjashtu pak, po të gjojnë në rabë nuk e mërvesh, mujtë mjashtu nga pak, veç nga pak, edhe me kuptu në gjojnë Shqipe herë, ose minimumi
Ka të lexosh Koranin, me që mundu me shiju leximin e Koranit, ka që është kjo punë. Sepse Korani është ibadet në veti si lexim. Korani si lexim është ibadet në veti. Tani, të kuptuarit, të studiuarit, komente ajeteve koranore, tjerë, është ibadet tjetër në veti. Është ibadet tjetër që bashkangjitet të parit. Andaj ti që atë që të bëjë shkëlqyshëm. Bë gjashdo. E që është mbëlesës, herani është me vesh festan, motrat nuk diskutohet, sepse femra dohet me qenë sa më embulluar respektivisht, sa më pak më dallu gjymtyrë të trupit. Femnës. Kështu është femna të Zoti. Kështu ka qenë femra prej fillimit të dynjas. Prej fillimit të dynjas. Gjenerat pas gjenerate. Qindra e mijëra vite. Deri para pak dekadave. Femrat të qifute, femrat krishtere, femrat besimtare muslimane janë mbuluar në atë mënyrë sa që asnjë gjymtyrë e trupit të tyre nuk është fokusuar. Madje kanë pasur kujdes të madh edhe flet kur i kanë lidh përmes, mos më dallu shumë sy nga shpina aty ata që kanë përmes e që ecën përmes apo i vëzhgojnë nga mbrapa. Gjithmonë ka qenë kjo. Dhe kjo vazhdon të jetë pjesë e veshjes së femrës muslimane. Për ata pikushteve të mbëlesës së femrës muslimane është mos me qenë që e përshkruan trupin e sajna. Pra mos me qenë ngushtë që përshkruan trupin e saj. Mos me qenë të dukshme që i duket trupi i saj. Edhe me mbuluke i trupin e saj për pas fytyrës edhe shëplakave të duarve. Tani pantollat e mlojnë trupin, po, por a kanë mundësi me përshku një pjesë të trupit veçanti nga kukat pe gjojve në altë? Po, kanë mundësi. Andaj motra dohet me vënu diçka të gjatë deri te gojt. Një fustan, një mantel, diçka. Dhe kështu veprojnë motra tona shumica, elhamdulillah pe Zotit. Veshë pantollat gjana, e mbi pantolla, vënojnë jakna gjana, vjakna, ka me qujta të festana, të ndryshme, po pra. Dhe kjo është në rregull, inshallah ta'ala. Allah të rujt, po. Kalojmë tek telefonata, nëse kemi në linjë ende. Selamu alaikum. Po, a dëgjojmë telefonata? Selamu alaikum. Komunikon vetëm përmes telefonit dhe jo vetë përmes radios apo televizorit, sepse po krijohet foni dhe jemi mbrapa. Aleikum selam. Po urdhani. A bani pyetje hoxhës? Patjetër, urdhani me pyetjen. Se desha me bëni pyetje se jemi të ndonë, dhe me thonë me burrin, a çdo dhe që vje pi punës hene e shenonën e vetë, edhe unë ka një herë thama zban jesh pa hin me po edhe ky bot nervaz. A kam gjëna unë që i thamë qështo dhe a kam gjëna që i bot nervaz. Edhe një herë, qështë a jena të ndonë për burë, qështë shkullëzu me këtë fjallë. Jo, jemi të ndonë, dhe me thonë, nona jetën me tjetërin vallë, po na jena tjetër manatje. E ta ne hajtë tash, e ta ne që bohet, po? Edhe kjo herë shenonën e vetë, edhe edhe i thama zban heq pa shku me po ata, edhe pse ata primes vinë korë. Djali, kur shka me pa? Ta s'po vine ti po shka në të stata, s'ban ta shku mi pa, a kam gjëna që i tha që shto, edhe ako gjëna kure që bëhet nervëz. Ej, me dhe, ndrego. E tja jenë të busku, poshë nëse. Poshë Allah, na jenë të busku një motër. Unë kështë pëtot jam e ndome me burin kështë. Ha, a jenë të zotë të toj motëra jam. Me thonë burrit, pse përshkan të nana jotë të baba? Se e asurit të ti. Dhe në mërë që ki e vladë, mërë. Dhe në mërë që të spravan zotën e vladët tu. E ta qëtë zotën një rejtë që ta sjell djallin kështu në ngesht. Jetë madhin, vëglin, ta sjell me këta ta sjell. Ta sjell me këta. E ta i ta kallë zemrën ty.
Ty ta kallë zemrë, se djali pajtan, se mëse pajtuaj se man. Nona digjet në të rast. Nana digjet. Qysh e motër i thu borët për i zetë, zotë, mësë më këtë kupta. Sepse kjo pyti, por në unë për drejtojnë në tëna motrave. Po pra, tëna motrave të cilat veprojnë të shka të tjilë. Do të një Allahot. Me që anë tiju që ka jeni në rrugë zotit fali namazë. Do të një zotit. Do të një Allahot. Mos i pengani, mos i ndalani. Burrat e ju, fëmijën e ju, me shku të gjysha bab gjyshi, të migjallar të vetë, të hallat e veta. Edhe nëse shkojnë për ditë zotit. Në veçanti burri dhe fëmija tu, sabah e aksham, pastaj të po ka të dera, po është aty me njëherë, po kënë qytetin tjetër s'pa shkan, po për qytetin ka të po pra, që mi hup 4-4 sahate me mungu tanë ditën e këta dio në sene, e që edhe ajet po t'ishte, do duhej me shkuk. Qfar djali është ai i cili, zbret pesnaltit poshtë, shkanë në punë, dhe nuk e qelë deri me këqyrë të prind të vetë, a jenë qu, a kanë fjet, a kanë përshu, a qysh janë. Natë kjo. Natë është. Nashta baba s'ka fjet ta natën, nashta nana s'ka fjet ta natën. Qka të kushtej kushtën djalit me hyje poshtë, të prindrit, mi ka për qafe, prindrit, 1 minutë 2, au qut, e jeni mirë, ka një për qafe mi edhe babës e nanës, mi puthën balë, edhe me që më shkun punë. I kushtën diçka kjo kohë, ka të vjen me hy drejt e baba të nana. 3 minuta, 5 minuta, 2 minuta. Ose vjen të naltë atje, që me ta po qefën edhe ty, po ta në vjen të baba të nana rrën pak. Oj, musliman, Allah në gjenë qoftë, a i ka të drejt, që shkën të nana të baba, dhe a i ka të drejt që hatërot në ty. A i 2 herë ka të drejt, dhe s'ki drejt heqë. Të vetë gjenaki, po vallahi po. Ata s'po vinë. Ajo bab, ajo është bab, e di shka bab, a ki bab ti, a ki nan. Ajo është bab. Nuk i thuhet kryetarit, kriministit, mretit, s'po vjen të unë ti, s'po vjen të ti. O ti djale e mret. Te për dykën e për drejtohesh. A për din kujna. Që që thu ti mretit, s'po vjen të unë ti, s'po vjen të ti asun, të ti. Te a je mirë në kry. Ka se një ka bumë. Baba është me ma se mreti për ty. Baba me ma se mreti është për ty. Nana është me ma se mretnesha për ty. E sekretare e shtetit e kryeministri. O ju njerës. E ka njëherë që ka me bo, ka njëherë, dëse raste, kur baba nana tekin të që ka me vepru, shojnë pen, ngullin kam, që ti je bindu se nuk e kanë mirë heqë. Tamam, jenë investime, ku ta diun dhe gjane që ka nërtho kuku për mu bre pas. Nuk është ashtu, nuk na qëtë mirë, nuk na del mirë, e kanë gabim, që aty që kam jamajt insani, se thjesht me shkue për menajt e baba të nana, me pa baba në nanën. Të vjetu të Allahut Azza wa Jall. Ose me thanë s'po vjen baba nana. Ata e baba nanë. Ti do të mi lutë ata, bëni drejken e thërri. Thërri. Jo njëherë, zvinë, nashta që ato jene dhrushëm, nashta në të ladhë, që e drejken pushtë. Mas dhe të rjavë ditë një javë, në mujtë se me kanë mirë, dhe javëja bënë reja drejt, bili minimumin e dhe reja të dana që ajen me kanë marë mirë, minimumin e herë njaftë. E që edhe për ditë name nuk bëhet, që ati bënë fëmive, shto edhe pak ma shumë 2 vetë, veç edhe pak. Nuk mirë të vesh në bënë. Sen vallahi s'mirë të vesh. Sen, nuk mirë të vesh. Hajnë dërëp të zotë për durve tua. Fëtën kënaqësi të zoti, se vab, fëtën kënaqësi të burri, dënë burri ma shumë të respektan, po edhe në përmjet kësajnë fëtën prapë kënaqësi të Allah, sepse kërë ndërën e kënaqë burri, kënaqësi të zoti me ty. A jenë shpetan nuk të përzin flenë kur dënë, që është kur dënë, i ty është ma mirë mo. Ty është ma mirë mo. Kjo është nga të zëtë. Andaj në bënë halal motër, por, kështu më së keqë këpta, mo. Kjo është e vërteta. Po, kjo e vërteta. Të bëjmë një pauzë të shkurtë dhe pastaj vazhdojmë tutje me pjesën e dytë të këtij emisioni pas bllokut të marketingut.
Vazhdojmë të nderuar miq me pjesën e dytë të emisionit Rruga e Ndriçuar. Kemi telefonatin ku adrojmë. Selamu aleikum. Aleikum selam. Përshëndetje për juve dhe për hoxhën e nderuar. Faleminderit. Dashta me vetë hoxha është e pëlqyme me votue se dikun fini të zona po thonë na nuk jena drejt na që jena praktikus të fesë. Dhe kisha pasë me ditëja a del me votu dhe mi u kalzu aty në që dikush votojnë zbën. Edhe hoxh po kam qep pak momentin, unë drejt për kaza i më gëzuar shumë për Mulla Osmanin, që kisha pas qef edhe ti. Shumë çka e bë? Me ditë edhe pejteje, edhe pse tjetin Çka i Mulla Osmanin dhe vendosje. Shumë po pas marak ty ato me të parë, po vend. Je gëzu për Osmana se gëzu për ta? O gëzu. A je gëzu? Jo në ju gëzu, jo kam qef Allah hoxh se hoxha hajnë ato me bismillah dhe nështë atë dhe pak marë. Me çfarë mësimi të thasë se ato sikur me hi shejtanin ata e po kam nështë atë. Po vallaj, plot shejtana ka atë. Valla atë Vallaj, mos është plot dhor probleme shejtana. këtu. Vazhdo, po. Po? Pyetje tjetër a ke? Hoxhën është nuk më pas qef ty atë. O, di e motë që ke pas shef ti di. Paka shumë po mendoj si Mulla Osmani është atë zaventson në përcindje ty. Kalofshim një natën e mirë. Natën e mirë, selamu aleikum. Se ti kështu shpirt politikane kije. Nuk e një motrën, por pejzane se kështu nuk e një. Por kjo për politik, mas vjose se mas kurtit, haj zoti ja, pushk qëtë për ta. Po ta që ka nda, nuk di ka jaman. Se kjo ka thani, ka po deklaru një herë, që më ka plesu dëshira për të dëtë, ta shë një dëshire këme të patu i që aty. Po mu me emër zoti nuk i më pa. Korrekt. Ja. O i motër këtë zaman, ta shtahi me folë serios. Hoxhëllarë si njerëz të tjerë. E që jo për mendimin tim, a i gjithsesi, por nuk ka si pikë dyshimi. Se edhe hoxhëllarët, se çdo shtresë tjetër e njerëzve, kanë të drejtë, plotësisht kanë të drejtë, me o qasë në fushat të ndryshme të jetës, nga se janë njerëz normal, si të tjerët. Andaj kanë të drejtë me o qasë edhe politikës. Veçanti, me një të mirë e një shpresim të Zoti shumë, spakut e hoxhëllarët, që nuk e shejtrojnë partit, e nuk e shejtrojnë liderin, nuk e konsiderojnë liderin të pagabushëm, dhe çka të thata këtave që amen, që janë shumë herë partit politike, ku të detyrimisht, e tani edhe të bindin, dohet me thanë çka të thati madhe i pari po. Qysh po, veç ka të Zoti po, në thëmë po. Veç ka të pejgamberi, në thëmë po. Veç gjithë, pa u lodhë. Nërsa, që ka thëtë lideri partisë, që atë insani, që ka ko lidhja punë që është taj. Respektu diçka, respektimi hierarkisë është këtë në regullë, por këtë që thëtë të mja marrëna, e që për dokë në ty, në kushemëne. A kam truna, a veç a i ka tru. A na s'kem tru. Apo insani si hajvani. Nëse një del me bjen uj, 999 anë tjera shkojnë bjen uj, nuk e lodhin kryt. Apo mos që ashtu edhe insani. Po jo mërja, të insani, 999 me ranë uj, një thët jo mërja, jo më ka bime kanë këta. Po 999, 99 kofshen gabime kanë, këtë gabime kanë. Kështu do t'jetë insani. Për ta Ibrahim e lishtë, Allah me Koran të tërgon, Ibrahim alayhi salatu wassalam, a ishte vetën, krejt vetën, krejt dynjajën atë zaman, a më këtë dynjajën atë zaman, ishin paganizëm. Dhe këtë ata që në vendin e tjetër, në Babiloni, të Irakut, dolin kundër Ibrahimit, komplet një qeveri, një bretëri, një parandori. Të e futë edhe babën e nanën e tina. Për Ibrahim thë, mërja ka që keni jo, keni shumë ka që keni jo keni katastrofë ka që. Nejse, kështu që hoxha ka të drejtë plotësisht, nuk diskutohet e mesele. E pas taj, a të regot burri mirë, a i rumë vlerat, a i pasën vlerat, apo i mshef vlerat e vetë, a i ka vlerat e tjera, a i po pari më të lutëm, a i është qëtër mesele që mbetet të shifet.
Por në rrethanat tona, po ti jesh një politikan, apo një partijak, është e përveshtirë, s'ka shmerë vështirë, me dhonë kontributin tënë, se të pengojnë mas parit partisë tane. S'le nuk ka aran aty, të ka aran. Tamam, ata që janë të mëdhejnë parti, ty të shkelin. Të gojnë nuk zë me qelë. E të qa të rëktari tyne? Rëktari tyne? Po, e jo, që e militanta, dhe këta militanta që nga një ara, për ta bëhë sa të mëdhej. Pra, nuk mund është me dhanë kontributin tënë, pikës pari pe partisë tane. Së dyti, është e përveshtirë me shpëtu pa unë jëllosë, pa u plëhnosë. Së treti, futja në parti, se kurse i bën njerëzit që me thonë, ndasi. Armiqësi. S'pa thëmë armiqësi, se pak e randë, është për ndasi. Misioni hoqës, tash misioni këtë qka është, për shambë? Është ndasi, është unik. Unitet i këtë shoqënisë. Unitet, po. është unitet. Bashkim. Ata që na dojnë, ata që s'na dojnë, ata që falen, ata që s'falen, ata që edhe që na shajnë, për ata që ndalë për feje, ma shta do Zoti udhëzënë, për ata që se musliman heqe. Andaj nuk mund të themi se ti je për neve, ti si për neve. Në parti kjo e para është, me neve, se me neve. Dhe mbas sa i vije këto, e kësirtja, me beshtini këtan, e kësirë këtan. Ndasi. Ndasia krijan pastaj urrëtitje, përçarje. Dhe pastaj vinë të lashët e tjera. Tamam? Kështu që unë e di që jena këtë të talë që jemë sa dhe është obligative, detyrimore, imponuar për i sistemeve përëndimore, tjere, s'ka. Këtë botën, ma dje kështu është të tjerë, shumicën vendet botës. Andaj s'pëllodna për këtë punë heq. Por, kjo motra mund politikë, më panë mu në Koven, me pas 100 jetimër motra nuk e besaj. Allah në gjelit. Unë nuk jem të dëshun vota, sahi nuk jem të dëshun vota, se fonja, unë edhe shtu ku jena, që i ndërum, njeri i cili, varë që dhe njeri në këtë dënja, qëka dhe? Nëse njeri dën emën, dën vota në këtë rast, dën lek, dën famë, nganë për te, prapën për te. Ta i dikush vesh famë, dikush vesh emën, dikush vesh lek, dhe më shebi les dënë kështu me njërë kërkosh, për lek dën shumë, e të tjërë. E na qëka dojna? Kjo shumë më rëndësi. Qëka dojna na? Nëse i dojmë ndë njërën për këtyne, apo të në këto, të mirë, për shpirtin tonë ditën e kiametit. Kur s'ka me shpëtu? Kur për jetë? Kur? Nëse qëto që i ceka, apo të ngjashme me to, janë se në milion. Kur? Për jetë s'ka me shpëtu. Qa bënë Zotët e nej, ajo është i madhe, i shërshëm. Por, gjasat maksimalen që kur për jetë s'ka me shpëtu. Kur? Tani, unë me hupa ahiretin, apo minimum me rreziku ahiretin, unë. Ahiretin me rreziku. Qa po më vymë tani të tjerat? Qa po më vymë? Qka më dohet mu emni, fama, leku, pozita, ku ta di une? Qka më dëhën Allah? Qka më dëhën mara? Nëse krejt këtë mund, nuk ma pranën Allahu, nuk ma shënën për hirë të lartë madhërisë e tina. Nëse nuk e gjejnë ditën e gjykimit. Kështu që
se në ka interesan, as në ka interesu kur. As votat, as fama, as për në interesan heq as një. Ndosh në lavdrojnë, ndosh në shajnë, ndosh në mallkojnë njerëzit. Drejt nuk kanë, por minal s'munësh. Apo? Pejgambera mujtë minal, sallallahu alaihi wasallam, jo. A vazhduan kohtina, pas dekjes tina, a vazhdojnë edhe sot. Edhe sot jam zanu dhe pejgamberi njerëzve, alaihi salatu wassalam, edhe sot jam zanu dhe. Flasin kundër tina, por drejt nuk kanë. Pse shfrytëzojnë ata mundësinë me folë lirinë, tjere që është e tyne, por drejt nuk kanë. Allahu na përmirësoj gjendjen ja Rabbel Alamin. Amin. Atëherë kemi telefonat, po inkadrojmë. Selamu alaikum. Selamu alaikum. Aleikum selam. Më dhoni këshill Hoxha për punë kurbanave. Po. Kurna. Kyre, unë jam gërbet, e s'po kom qysh me shku poshtë me tre kurban, deri para 2 vjetë e kom posë nëndër gjalla, e të ke, e shpërndoj këtë misin, po tash në s'kom qysh. A mujnë me dhonë pare të një familjes? Me dhonë pare në vend kurban. Kurbanit, a mujnë me komplet pare, apo mi do të pare 2-3 vende? Tamam, do të në një përgjigjen pas pak, i përshëndesim, selamu alaikum. Me që kemi një telefonat tjetër më duket, po inkadrojmë që mos pret në linje. Selamu alaikum. Apo ka ikur? Oke, të japëm përgjigje pra. Tamam, është që. Në pajtim, në konsensus, të krejt ulemave, islam, të hershëm e të vanshëm. Parja, vlera e kurbanit në para nuk e kompenzon derdhjen e gjakut kurbanit. Madje edhe nëse jep 10 fishën e saj. Madje edhe 100 fishën e saj. Ndryshe, nuk ka diçka që kompenzon vlerën e kurbanit apo kurbanin për Bajram. Nuk ka diçka. Kjo është me hadith. Ka i tjenë konsensus, sepse është hadithi shumë i qartë i pejgamberit, alayhi salatu wassalam. Nuk ka vepër më të mirë që bën robi, nuk ka vepër më të mirë dhe më të dashur të Allah, që bën robi ditën e Bajramit, sesa therrën e kurbanit. Dhe se gjaku hala pa ran tokë, arrin të Zoti sevapi. Dhe se që ai kurban me thundrat e tij, me leshen e tina, me brinat e tina, nëse ka brina, ditë kiametit del dhe dëshmon për Allahu të azza. Nuk është për inta e han, a nuk e han, a sheh kur të therët, a nuk e sheh, a prej në Kosovë, a në Mauritani, a në Tanzani, a në Shqipni, a në Qeqani, a në ku diu në vlatje, në fund dynjas ku të dush, nuk qanë pesh aja. Këtë atë në dorës dytë, e tjere tjere. Është gabim i madh, shumë i madh, të mendoj dikush se qërë qa, kurbani sa vlerë 200 euro, ase tha kjo vëlla në Evropë atje, se di sa është, 200-150, ma pak ma shumë, andaj, unë e pjepe që të pare vëlla, një familjeje dhe kanë përfitojnë ma shumë. Ata mund përfitojnë ma shumë. Po të sevap nuk i. Të sevap ki për sadak, për kurban, x. Nuk konsiderot kurban. Po jo vëlla, nuk konsiderot kurban ajo. Do të bëj kurban. Pra, ajo është pak me para, po shumë me sevap. Kështu që ibadetet të cilat ne ka legjitimuar i madhi Allah me Koran apo pejgamberi me sunet, nuk ka kush që kompenzon. Shembull haxhin, a janë haxhit tash kot haxhit. Sa kushton një haxh?
6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000 euro, tjerë që nashta 20-30.000 ka, varet për kategorive. Tamam? Mirë, dikush të t'jepi, unë pjep 50.000 euro. Sepse, po du me dhonë njerëzve. Se në kështu ashtu jepi, e një me jepin. Por kësa e radhe, sa është një haxhi për Kosovës, 7.000 euro të zami. Unë pjepe për 10, 70.000. E pjep shkepi fukarave. Ose pja më rejnë i shpi dikujna në vlerë 70.000 euro. Sa 7 haxhi e burë, sa 10 haxhi e bjerë, sa 10 po, sa 10 haxhi. Pra, po jepe 10 fishin o ne? O, burë, jo 10 fishin, po edhe 100 fishin, edhe 1.000 fishin e se jepti, të se vapë ki për sadak, për haxh, harraje. Haxhi është më i madh. Nuk ndrohen, nuk kompenzohen adhurimet e Zotit me diçka tjetër. Tamam? Ose, nesa në sëllën armiku e që i bie, në bëhet lufta obligim, detyrim. Farzajn i themi ni. Në bëhet lufta farzajn. Do tuza, qëse tuza, frigat saka që gjithë ka, thë që qa, ona, diçka, une japi pare e të shkën luft. E të shka bëti? Të pëse zvjen lufti? Me mu bashkë? Të pëse zvjen ti? Po që në paret, të paret pas e po të vetë marrë luft. Pare nuk të zëvendësën të prezencën ta në luft. Sepse, tu ka bë farz edhe ty, edhe mu. Por ty farz e ki dy fesh, nga se ti ki para, unë s'kam. Unë kam veç trupin tem, dhe unë e dalë pjesë, marrë pjesë me trupin tem. Ti me trup tën dhe me para. Për pas nësi e për atyri që ka justifiku Allahu. I verbere që qalon në ismute, plak i shtyrë moshët e tjerë, grue e thmi e tjerë. Për ndryshe, kemi marrë me mu, s'ka kushe, s'ka me dishka që sa vendësan. Tamam? Ose agjerimin atje. Ti e pare sa të dush, e pare, miliona pare jepi, një ditë agjerimi se në kompenzon. Kështu që ndëruar, të kërbanin e prejnë, e paguan, por pagujën për gjamia tua atje Zvicër ku do dikon, ose në për internet ta shekije, pësot të dush ku ta dione, ku e pagun ti, edhe të prejtë kurbani në Kosovë, në Mauritania, në Qeqania, që është pak më herët, në Afrika ku ta dione, të prejtë kurbani, në qabea kresore, kurbani më të prejtë dohet. Po nga drojmë telefonatën e fundit, me qenë se jemi ka fundit. Selamu alaikum. Selamu alaikum. Aleikum selam. Dhe është ta me pytë hoqën si që ndrëm punat e pantollat në zëktomës edhe nëse që janë me mendja madhësi, apo duhet mi majtë për mi zëktomës edhe nëse janë me mendja madhësi. Po, selamu alaikum. Aleikum selam, shpejt e ka thonë të këta. Shqipënisë ka. Shqipënisë ka? Me tekst të Shqipënisë më duk. Allah në gjënë të qoftë. Zatja e pantollave, në rëzëktomës apo? Së shkort, mas edhe kohën e kena në fund, nëse mbahet për mendje madhësi, është haram i madh. Dhe kjo është me konsensus. Tamam, sepse kemi disa hadithe të cilat tregojnë se ai i cili e ngre musbilul izar finnar, i cili e ngre mahtat al-kabeni finnar, dhe disa hadithe tjera që ka nërë zëkt kamës në gjehnamë, hadithe tjera që tregojnë se ai i cili ngre zhag për mendje madhësi e ka haram, ndërsa nëse nuk e ka për mendje madhësi, sikurse pjesa absolute e njerëzve, këta maksimum e kanë me kro, por asës si haram. Për me tregu ma në detaj, për me smet marak, me të hek marakin, lexoje që ka thët për shambull, Sharh Sahihu Muslim të Imam Nevoviju, që ka të Imam Nevoviju në koment të këtyre haditheve, dhe ulemat të tjerë sa të dush. Që ka thojnë? Ebu Bekrit i ka shku fëstanë, atë kam posë fëstanë, zhak për tokë, nga një herë. I ka thonë, ja Rasulullah, inne thobi e stërkhi, qal, inneke leste mimmen të gjurruhu khujala. Ebu Bekri ka qena që i hull, në themi hull, ta shqip nuk di që thojnë, i hull, pishnete, ta shkur njeri do pishnete, këto eshna që ka këto në bel. Ska heq, edhe sirrin të eshat, sirrin. Tamam, sirrin. Ata s'kan pasë rrypa, po e që kanë pështijel.
E Zoti ka lënë këta subhanallahu këtu dy jeshtë që janë në bel, të cilat edhe teshat i mojnë këtu. Përpos konstruktit trupit i mojnë edhe teshat. Tash kur e kam pështijel, Abu Bekri s'ka pas heq këtu, se shumë i lati dëpt dhe kanë rrë të poshtë. Kër kanë rrë të poshtë, nuk i ka do ka vreti, për i kanë rrë pak poshtë, sa që i ka shku në rëzëk kamës. Edhe po tu të taj mas pëhin këtë kërsnim. Të hadithë, po tja Rasulullah, o i dërguar e Allah. Mu herë po më shkan tesha në zhak, poshtë po më shkan. Ata kanë thonë izar, se fistan hesapi. Pejgamberi thotë sallasem, inneke leste mimmen të gjurruhu khujala. Të nuk jepi tyne që ngrejtë për mendje madhësi, s'kiti mendje madhësi. Po jo, pra, kjo për faktin se Arabët, para se me ardhë Islami, nga mendje madhësia tyne ka qenë cilësi e njohër Arabëve në gjahiljet në kohën e ignorancës, vetë pëlqi mendje madhësia, cilësi e njohër ka qenë të ta. Mendje madhësi, kryelartësi, e udhë billah. E tani pjesë e kësaj mendje madhësia të ta ka qenë me ngreja të farë si pëllerinë e zhagë për masë. Bile ka në herë një majë si princesës. E Islami e lufton mendje madhësin, si dreqin e larëm, si dreqin e lufton. Andaj ka shtërnguar shumë këtë qështje, në mënyrë që me i thyje, mja largu, mja qërënjos, atë vest keq, Arabët që kanë pasur para Islamit, edhe në këtë njërë arriti mja qërënjos atë vest Arabëve. Nga një mendje madhësi, ndoshta rallë, apo e veçantë në botë që ka qenë, si popuj, arriti Islamit i bëj njerëzit më modeste në botë. Më modeste në botë. Imaginët e erdhi koha, që të Arab njëtit, Omerin, kohën e vetë, kur shkoj me marë qelsat e Kutsi Sherifit, Jerusalemit, prej murgjve, të cilët thanë se ne pajtojna me lëshu qytetin, i rrëthuar qyteti Kutsit, mi adrëzu muslimana, ama me kosh me nërë kalifja vetë. Kër shkoj mirit e ta, i pat heq ma pak, se 13 lecka harna në teshën e vetë. Kosh kalifja i muslimanve, i cili Iran një bëks, bëm për andëris persiane, gjudi që hupi këtë, hupi, shkaj, mu korë nuk o që unë kam, për andëris Bizantinin këtë hanë, që kjo meri. Por që modestia, 13 harna leska. Sa do në të më pas ka një harën, nuk ka kush që nga bjenë baki, më nga qitë para kamerë. A shef, se se kemat modesti të duhur. Halana më nga modestia. Kështu që Arabët Islami bërë modest, pra qështje tërheqës e thobës pantolla vëzhak, ka zanafilën ka atje, por populli jonë në Shqipërinë, Kosovë, Ballkan dhe shumica e botës e bëjnë shkak tradite, shkak në farë elegance, jo me demalësie. Po jo, Maria, s'ka, nuk din shqiptari që ka shtatë ka të bëj kell shumja pantollave zhak, apo ngrejtja atyre në alë, por me demalësi nuk din. Nuk din, Allah, valla s'din. Andaj mos e fut njerëzit këtë haram se mërën qafë gjinën. Mo. Atërë, përrezëm një mesazh, më qenë se në kanë shkruar nga Gjumania, po thotë e kam si urgjentem. Selam aleikum, thotë, unë jetoj në Gjumani dhe kur e kam bërë sigurimin e veturës, në të ka qenë i përfshim edhe një sigurim në rast të fatkeqësie. Unë duke luajtur me top, pra futboll, e kam lëndu kamën, edhe për një kohë rreth 7 muaj s'kam qenë në gjendje të punoj. Dhe mjeku e ka konstatuar se në këmbë do të kem një invaliditet me 10% të përhershëm. Me këtë invaliditet, nëse paraqes unë po thotë, te ai sigurimi që më takojnë dikon afër 9.000 euro. Mirë, po deri më tani nuk e kam paraqit këtë ankesë për shkak se janë dyshime se është haram. I deshta më hoxha më kallëzu a më apliku kërkesën apo jo. Që sigurimi vërtet është haram, përpas sigurimit të imponuar, legjërisht. Përpas sigurimit të imponuar legjërisht, o kryja të rëbajnë ata në qafë, pas e punë e makinave,
e tjerë, këtë zaman. Tani, ne sa kem drejt me marrë për sigurimit, në fakt për sigurimit kem të drejt me marrë sa kemi dhanë. Ma shumë s'kem të drejt, sepse bje kamat, sepse bje bigjez pastaj, sepse bje me marrë partjet e pa njerës. Pra, nëse deri me tani kam pagu në sigurim të kerrit, ta zame që 10 vite kam sigurim, hipotetikisht lasim kështu, 10 vite, e llogarit, herët 200-250, lehtë e llogarit atje edhe, ose llogarit vetë, dalin, 2-3 mijëra pa dalin, dhe nëse 10 vite për shembull. Pra unë këmë dhamë 3.000 vite, ose 5.000 vite, dhe 5.000 euro dhe i shtash sigurim. Asë nëse në këthy s'ma ka. Kur s'ma ka këthy? Unë dollë mu një bela, në fatkeqësi diçkan, edhe mu ja marrë pejtina, unë ja marrë, deri në qatë shumë ja marrë, dhe së më dhimet e heq. Haki ja. Ma shumë s'ja marrë, se si bëj zëllëm. Ja ma shumë do kalena në zëllëm tani. Allah ala. Të ndëruar miq, si zakonisht repriza nesër është në orën 12 në RTI, mëngjesisht mund të kërkoni në faqen zyrtare të Hoxhës në Facebook Dr. Shevqet Krasniqi, po ashtu edhe aplikacioni për telefonat e mençur Dr. Shevqet Krasniqi. Selam aleikum dhe mirë të kofshëm.